Sot dëshiroj që të filloj këtë fjalë timen në kuadër të këtij raporti para kuvendit, duke rikujtuar që situata në 4 komunat në veri të Republikës Kosovës është rezultat i përplasjes së 2 paradigmave. Asaj të sundimit të ligjit të kushtetutshmërisë dhe asaj të sundimit të grupeve kriminale, të cilat kanë edhe primesa dhe premisa të fashizmit si ideologji e milicisë, si shprehje e dhunës ndaj institucioneve legjitime. Natyrisht Republika e Kosovës, populli i saj rend ynë kushtetues dhe ligjor e ka përcaktuar qartë që çësia jone vetme, zgjidhja jone vetme është paradigma e parë, pra kushtetutshmëria edhe ligjshmëria. Pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale në 4 komunat në veri të Republikës dhe pas refuzimit, edhe pse ju dha afati shtesë prej 5 ditëve, të Partisë Lista Serbe për të marrë pjesë në zgjedhje, qeveria e Republikës Kosovës e përmbushi detyrimin e saj për t'ju mundësuar hyrjen në zyrë kryetarëve të komunave të zgjedhur në mënyrë demokratike e ligjore përkundër daljes së ulët pa faj të Kosovës të qytetarëve në votime. Përmbushja një detyrimi të këtillë nga ana e qeverisë, më duhet të theksoj, nuk ishte as çështje simbolike e as formalitet ligjor. Ajo duhet përmbushej për të rrëzuar paradigmën e parë, që janë grupet fashiste të milicisë, ato që përcaktojnë se kush hyn në ndërtesë e kush del, kur hyn e kur del, se kush do të jetë kryetar i një komune në veri të Republikës dhe kush ka të drejtë